prezantimi i programit të muajit shkurt në grupe dhe në individ. Për muajin shkurt kemi çdo të mërkurë, vazhdojmë akoma programin e transformimit të shpejtë të Akademisë të Kodeve të Dritës. Kurse të enteve për të gjithë ju gratë që jeni lodhur duke sakrifikuar, që keni eshtur, që keni patur vetëm pesha mbi kurisë, keni mbajtur të shtëpinë dhe nuk ju është ditur asnjë drejt tuaj. Nuk ju është dhënë drejtësia, nuk ju është dhënë mundimi juaj, nuk ju është dhënë drejta juaj, keni humbitur të gjitha të drejtat dhe keni vetëm detyrime. Kam krijuar një grup që me emrin Gruaja dhe të drejtat e saj dhe kemi filluar të enten e parë të janarit program falas terapi diagnostike nga ana energjitike, në të cilën në takimin e parë punuam me sëmundjet, pse na vinë ato dhe shikuam çfarë sëmundje kishte çdo njëra që ishte pjesëmarrëse atë ditë dhe do vazhdoj kjo dhe për muajin shkurt. Bëu pjesë e grupit Gruaja dhe të drejtat e saj. Do jetë falas çdo të ente në Zoom në orën 8 me orën e Shqipërisë. Më dërgo mesazh tek WhatsApp ose Viber Telegram tek numri 0030 699 321 4637. Do ta shkoni të shkruar dhe këtu dhe në të njëjtën kohë do t'ju jem shumë mirënjohëse në qoftë se dhe ju e dërgoni këtë në rrjetet sociale tuaja, në Instagram, në Facebook, çfarëdo që keni, që ta shikojnë dhe njerëz të tjerë që të marrin pjesë dhe të bëjnë diçka të paktën që kanë mundësi ta bëjnë dhe falas. Tani, do vazhdojmë për muajin shkurt në seancat private, në analizën e kontratës të shpirtit vetëm e ditën e ditëlindjes për të mësuar të gjitha kodet e jetës tuaj. Gjithashtu, do jenë 2 programe që për muajin shkurt, për të cilët në qoftë se dëshironi të bëni regjistrimin tuaj sepse do jenë pak vende. Trajnimet me pagesë do jenë 2 këtë muaj. Në datën 7 shkurt dhe arrin të bësh regjistrimin, pagesën do ta shikosh se e kam nxjerrë dhe si fotografi, janë celcat e pastrimit energjetik personal për të gjithë ju që keni probleme me mallkime të trashëguara, me magji, me sy, me zili, me gjëra që ju nuk ju shkojnë mbarë tek ju si persona dhe mund ta merrni ju këtë celës ta punoni jo vetëm një herë, por gjithmonë deri në fund të jetës tuaj. Ta keni për veten tuaj dhe për familjen. Kjo do të zhvillohet në datën 7 shkurt në platformën Zoom dhe do ta merrni që atë ditë dhe do shikoni ndryshimet. Jeni grupi i dytë që keni filluar të marrin celsin. Në vend që ta bëjun këtë pastrim dhe do t'ju kushtonte më tepër dhe do ta bëni një herë, do ta merrni dhe ta bëni gjithmonë ju. E bëra këtë për të ndihmuar sa më tepër njerëzit, po dihet që do kemi shkëmbim energjie. Dhe çmimi për këtë është 111 euro vetëm. Vërtet për punën që do bëj dhe celsin që do marrë, se është një trajnim që është paguar shumë nga ana ime, ju po e merrni vetëm në këtë shumë. Prandaj, në numrin që do ta shkoni këtu tek videoa, mund të më shkruani mesazh për rezervimin e vendit dhe t'ju them si mund të bëhet pagesa. Trajnimi i dytë që është me pagesë do jetë në datën 21 shkurt dhe do merret celsi për pastrimin e energjive dhe kjo është në një çmim shumë të bukur, shumë të mirë.
të shtëpive tuaja dhe të bizneseve tuaja. Në qoftë se diçka nuk ju shkon mirë në shtëpi, keni sherrë, shamatë, zili, keni sëmundje, gjëra të ndryshme, do të thotë që diçka nuk shkon mirë. Në biznes që bëni përpjekje dhe nuk ju shkon diçka mirë, kjo do të thotë që dhe aty ka diçka bëhet, ka sy, ka gjëra të tjera dhe shumë gjëra janë të trashëguara. Për më tepër do flasim atë ditë dhe jo vetëm, po do merrni çelësin që ta keni përgjithmonë tuajin të bëni pastrimin e shtëpisë, akoma dhe pastrimin e biznesit tuaj. Do ta përdorni, por këtu dua t'ju them që vetëm ju që do merrni çelësin, vetëm ju keni të drejtë ta përdorni për shtëpinë tuaj, për biznesin tuaj. Ky çelës nuk mund të jepet në asnjë, në radhë të parë nuk do funksionoj as tek ju, por nuk do funksionoj dhe tek asnjë tjetër, sepse atë ditë do ta shikoni që ju lejohet ta merrni apo jo. Ky do jetë në çmimin vetëm 180 euro. Do të thënë do jenë 2 trajnime bashkë, dhe për shtëpinë dhe për biznesin dhe do ta merrni vetëm në çmimin 180 euro në të gjithë jetën tuaj. Vërtet janë 2 trajnime shumë të fuqishme dhe ne në Shqipëri kemi nevojë shumë këto se kemi shumë sy, akoma dhe për ju që keni vajtur, keni kënduar diku për biznesin në Hoxhë, në Prift, në gratë të tjera, keni kënduar sheqera, ujëra, gjëra, çfarë ju kanë bërë, akoma për veten tuaj, për njerëzit e familjes tuaj, çfarë do tjetër që është bërë, duke patur këto celsa do anullohen të gjitha ato, si të thuash, sepse ato vetëm ju kanë bllokuar dhe nuk ju kanë hapur rrugën. Unë flas me gjëra që janë bërë dhe kanë rezultate. Ata që kanë bërë e di shumë mirë, ndaj nuk dua të jap më tepër llogari këtu, thjesht i kam bërë këto të dyja për në muajin shkurt, do më thënë në datën 7 është për të marrë çelësin për energjinë personale, për pastrimin dhe mbrojtjen për tuaj personale dhe të familjes, dhe në datën 21 shkurt, ndërmjet platformës Zoom, do jetë të marrësh çelësin për shtëpinë, për biznesin, për pastrimin dhe mbrojtjen në të njëjtën kohë, që të mos arrin të vinë as njerëz në shtëpinë tuaj, në biznesin tuaj që ju kanë bërë keq, ju kanë zili dhe shumë të tjera. Të gjitha të tjera do t'i sqarojmë atë ditë. Në qoftë se të intereson, numrin do ta gjesh këtu në video, edhe të lutem shumë, mund të ndihmosh akoma dhe duke e shpërndar këtë video. Mund të më ndjekësh këtu në TikTok, në Facebook, në Instagram, në qoftë se kërkon dhe faqen e internetit tim të shikosh për më tepër dhe për pastrime dhe për terapi të tjera personale. Dhe në të njëjtën kohë mund të më ndjekësh tek Flutra me Fat 333 në YouTube dhe të shpërndash këto video, sepse kur ti bën diçka të mirë, ajo të kthehet mbrapsht. Kaq për muajin në shkurt, në të njëjtën kohë do jemi në kontakt këtu për gjëra të reja që mund të jenë, po të programuara do jenë këto dhe jam e hapur për të gjithë ata që duan terapi personale, për të mësuar artën e shpirtit, evolucionin, kontratën që ka bërë shpirti me ditën e lindjes, atë që është busull që bëhet një herë në jetë, gjithashtu për të gjithë ju që doni të bëni artën e shpirtit, kontratën, çfarë do ndodhi në vitin 2026 personalisht tek ju, në biznes, në jetën personale dhe kudo, dhe parashikimi nga muaj në muaj, kush është mësimi juaj në këtë vit, me çfarë mënyre do vinë paratë, dhe shumë të tjera, të mos e zgjerojmë. Gjithashtu për ju që dëshironi të mësoni dhe çfarë do bëhet me personin që ju dashuroni, a vërtet do arrini të jeni bashkë dhe këtë vit, ose çfarë do bëhet në të ardhmen, si duhet të silleni dhe pse jeni gjendur me këtë partner, dhe për të gjithë juve që akoma mundoheni të jepni shumë dashuri, të sakrifikoni në një marrëdhënie dhe nuk keni të njëjtën balancë, marrje dhe dhënie në këtë marrëdhënien tuaj, me partnerin tuaj, me shokun, me shoqen, me prindrit, me të gjithë, që mos harxoni më kohë, mësoni që a është vërtet partneri juaj ideal, partneri juaj
bashkëdhëtar që ju duhet të qëndroni aty dhe mos bëni durim kot së koti. Mund të kërkosh dhe artën që të shkojmë dhe për bashkëshortin ose për partnerin tënd. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe paci një muaj të mbar dhe të gjithë së bashku. Do kemi gjëra të reja, do t'ju i sjell informacione të reja ndërmjet videove të bëra për ditë.